Kristi Meshini, në protestat opozitare ku kam qenë edhe vetë, kam parë një revolt nga qytetarët për të ndalur nga strukturat e rrethave ose qarkut. Vinë 2 orë për para kryeministrisë e shumica largohen sa për foto e video në rrjetet sociale. A nuk duhet koordinim që të ketë aksion deri në fund bashkë me deputetët e zonave dhe kryetarët e degëve? Sa mendoni se do të rezistojmë nga protesta në protestë? Dhe sa ndërkombëtarët mendoni të bindni me protesta paqësore, sepse Rama në 2011 erdhi me dhunë në pushtet, jo protesta paqësore, dhe sot ndërkombëtarët nuk po bëjnë asgjë për largimin e tij skandal pas skandali. Faleminderit Kristi. Kristi, ne në asnjëherë thamë dhe asnjëherë që nga themelimi gjërë sot nuk kemi synuar dhe nuk synojmë të marrim pushtet me dhunë. Kjo është alternativa jonë dhe ne I qëndrojmë besnik kësaj alternative. Protestat tona kanë patur sigurisht që nuk kanë realizuar qëllimin madhor të përmbysjes së qeverisë, por kanë arritur diskriminimin më të madh të saj në tërë qenjen e kësaj qeverie. Kanë arritur të përfaqësojnë qytetarë shqiptar me dignitet në një moment kur lobistë racist antishqiptar I kanë lejuar vetës të lëshojnë gojnë dhe të flasin se shqiptarët janë të pamdjeshëm ndaj vjedhjes dhe korrupsionit të pasurive të tyre etj. Ndaj dhe ne do vazhdojmë, unë jam dakord që shumë nga protestuosit do të donin skenare të tjera, por jam I sigurt se ky skenar paqësor është më I miri I cili do të na çojë drejt realizimit të qëllimit tonë. Qendresa shqiptare. Doktor, përshëndetje. Sistemi shëndetësor në Shqipëri, edhe pse ka godina dhe fasada me ngjyra, vazhdon të torturojë njerëzit që kanë hall. Personalisht po përballen me një burokraci të papar. Çdo analizë bëhet jashtë QSUT-s. Mosha e tretë e ka të pamundur t'ia dalë vetë derë në çdo cep të Tiranës, nëse nuk ka një shoqërues, fëmijën e vet apo një familjar. QSUT nuk bën as edhe një grup gjaku, jo më analiza të tjera të protokollit. Është një gjendje dramatike në menaxhim. Kemi mbetur vetëm të falenderojmë mjekët që të paktën ekzistojmë. Aq pak sa kanë mbetur me dinjitet dhe profesionalizëm, duke na dhënë zgjidhje ndose në kushte shumë të vështira. Si mendoni ju ta zgjidhni këtë situatë kur Partia Demokratike të vinë pushtet? Faleminderit shumë për pyetjen dhe konstatimi juaj është konstatimi më I dhimbshëm. Shkatrimi që ju keni pa në rrugët e vendit është e vërteta që është vetëm një anë e shkatrimit total të këtij vendi. Por në të gjitha shkatrimet më I dhimbshmi, e them këtu, është shkatrimi I shtetësisë, në të cilën të smurt kanë 2 ndëshkime, ndëshkimin e smundjes dhe ndëshkimin për mungesën e kujdesit të duhur shtetësor, ndëshkimin qeveritar. Dje po jap një shembull. Dëgjoja një mjek të njohur, I cili thoshte se unë importuam një aparatur 600.000 euro. Në ardhin e saj dhe instalimin e saj mori pjesë ministrja dhe drejtoresha e përgjithshme e spitalit. Por natyrisht të aparatura nuk u përdor për të smurin, sepse mungonin disa aksesore krejtësisht të paranësishme. Ato operacione nuk bëhen as sot, tha doktori, sepse aksesoret përsëri nuk mungojnë. Dhe u detyrova të marr në telefon ministrën, a këtu ka gabuar ai.
se ato s'meritojnë as telefon. Ato janë njerëz pa dinjitet, njerëz pa personalitet, janë automat të turpshëm. Dhe pastaj kishte marrë një përgjigje të denjë vetëm për ministrin. Çdo javë nga Spitali Onkologjik raportohet se këto ilaçe mungojnë, se brakiterapia prej 3 muajsh nuk funksionon, se të smurët mbeten pa mjekim, se të smurët qëndrojnë karrige. Po kështu janë në sektor të tjerë. Spitali njofton se analiza nuk bëjmë. Gjatë këto ditë të javës nuk presim për analiza se s'ka reagent. Së pari do të pranojmë se shtetësia dhe më parë mjekësia kishte probleme të pamohueshme, po kur nuk ishte në këtë gjendje. Nuk ndodhte kur që të mungonin ilaçet në spitalin onkologjik. Asnjëherë. Nuk ndodhte kur që aparaturat të rrinin 1-2 vite të pahapura, sepse mungonte kjo apo ajo pjesë. Nuk ndodhte kur që të bëheshin tendrat, të jipeshin parat dhe ilaçet të mos vinin, siç është faktuar. Pra, një ndryshim dramatik do të ndodhë. Përsëri, ka një problem për mjek që ju i falënderuat. Ne do rrisim rrogat e mjekëve, do ja afrojmë ato me rrogat e larta të vendeve tjera. Përndryshe nuk do kemi mjek. Ne do rrisim rrogat e infermierëve, do ja afrojmë ato me rrogat e larta të vendeve tjera. Përndryshe nuk do ketë njëri të kujdeset për ne. Ne do sankcionojmë të drejtat e të smurit dhe do bëhet përgjegjës çdo individ, çdo institucion që nuk garanton ato të drejta. Garantojnë shqiptarët se nuk do mungojë në mënyrë absolute asnjë ilaç i standardeve të organizatës botërore të shtetësisë apo i domosdoshëm për jetën dhe shëndetin e tyre. Pra, pse u krijua kjo situatë? Kjo situatë u krijua se Edi Rama mori përsipër analiza, gjeti një murator dhe i dha laboratorin më modern.